Labinoti përfshihet në një debat të fortë me Fjollën, ku tensioni rritet shumë shpejt dhe biseda kalon nga ironia në akuza të drejtpërdrejta. Gjatë përplasjes, Labinoti fillon të nxjerrë në pa gjëra që, sipas tij, tregojnë anën negative të Fjollës, duke e akuzuar se ka pasur sjellje që kanë prishur marrëdhënie të tjerëve dhe se është përfshirë në situata të gabuara me burra që kanë pasur familje. Ai i paraqet këto si arsye pse, sipas tij, Fjolla nuk është e sinqertë dhe nuk meriton të luajë rolin e viktimës. Këto fjalë acarojnë shumë Fjollën, e cila ndihet e sulmuar dhe e poshtëruar para të tjerëve. Ajo reagojnë me nervozizëm, duke e mohuar atë që thuhet për të dhe duke e akuzuar Labinotin se po shpik gjëra vetëm për ta ulur dhe për të fituar vëmendje në lojë. Debati bëhet gjithnjë e më i ashpër, zërat ngrihen dhe atmosfera në shtëpi rëndohet, ndërsa banorët e tjerë përpiqen të kuptojnë çfarë po ndodh. Situata shndërrohet në një përplasje të hapur karakteresh, ku secili përpiqet të mbrojë veten dhe imazhin e tij. Fjolla ndihet e provokuar dhe e revoltuar nga akuzat, ndërsa Labinoti vazhdon të këmbëngul në qëndrimin e tij, duke thënë se po thot vetëm atë që mendon. Debati lë pas një klim tensioni dhe pakënaqësie, duke e bërë të qartë se mes tyre është krijuar një konflikt i thellë që nuk mbyllet lehtë.